Faqja e specializuar për statistika Flashscore ka publikuar listën e kombëtarëve me më shumë gola të shënuar në historinë e Ligës së Kombeve. Në atë listë, ku janë kombëtare të mëdha si Spanja, Portugalia, Franca dhe Italia, bën pjesë edhe Kosova. Dardanët me emra të shuar në fazën e sulmit si Milot Rashica, Vedat Muriqi, Edon Zhegrova dhe Fisnik Aslani kanë arritur me sukses të lënë pas vetes kombëtare të mëdha. Në mesin e 10 kombëtareve me më shumë gola, Kosova gjendet në vendin e 8, me plot 40 gola të realizuar në Ligën e Kombeve. Kosova ka lënë pas vetes Francën me 38 gola dhe Italinë me 37. Më mirë se Kosova kanë bërë Norvegjia, Gjeorgjia, Gjermania, Portugalia, Belgjika, Holanda dhe Spanja. Së fundmi në ndeshjet e play-offit për inkuadrim në Ligën B të Kombeve ndaj Islandës, Kosova shënoi 5 gola në total pas 2 ndeshjeve.